Komisionerja për zgjerimin Marta Kos ka shpjeguar qëndrimin e saj për deklaratat lidhur me korrupsionin në Shqipëri. Gjatë samitit Competitive Europe, Kos u shpreh se shoqëria shqiptare ka një problem me pranimin e korrupsionit, ndërsa puna e SPAK vlerësohet si mjaft e mirë. Ky reagim i saj nxiti polemika në vendin tonë, kryesisht nga opozita. Në reagimin e saj në rrjetet sociale, komisionerja sqaroi se procesi i antarësimit mbetet i bazuar në merit. Le të jemi shumë të qartë për atë që po ndodh në të gjitha vendet kandidate. Ndërtimi i institucioneve të forta demokratike është njëra anë dhe ana tjetër është ndryshimi i mentalitetit të shoqërive që edhe ato ta luftojnë korrupsionin. Procesi mbetet i bazuar në merit, ndërsa çdo kandidat ka rrethana specifike. Baza për antarësimin në Bashkimin Evropian mbetet e njëjtë për të gjithë. Të hysh në Bashkimin Evropian nuk është thjesht për të markuar kutizat, por edhe për të bërë ndryshimin realitet. Zyrtarja e Brukselit u shpreh se duhet debati vazhdueshëm mbi procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian.